Mbrëmjen e së mërkurës, Himara ka çelur si pari në aktiviteteve në kuadër të festave të fundvitit, këngë valle, muzikë polifonike. Kjo ishte nata e Himara Excellence Awards, e cila përfshiu të gjitha grup moshat e qytetës turistike. Në çeljet e ceremonisë nderuese ka përshëndetur i pari kryebashkiaku i Himarës Vangjel Tavo. Për çdo aktivitet që organizohet këtu me një identitet të veçantë, sot paraqitet me veshjen më digjitoze. Jo si rezultat i elementeve dekorativ, por fal kuptimit që i jepet nga prania e njerëzve dhe vlerave që përfaqësohen sot në këtë sallë. Ndryshe nga çdo ditë tjetër, sot kjo sallë është ndëruar në një hartë të shpirtit të Himarës. Në këtë mbrëmje janë mbledhur përfaqësuesit më domethënës të çdo njësie të bashkisë sonë. Figura që nuk kanë ardhur rastësisht, por janë formuar ndër vite me përkushtim, sakrificë dhe besim, që nderojmë sot janë dështia më e qartë se Himara nuk është vetëm pasqyrim i detit, i diellit, i kalave apo i historisë, por edhe një vend që formon qytetar. Qytetar që me punën dhe përkushtimin, vlerat që mbajnë gjallë dinjitetin dhe identitetin e saj, përtej çdo bukurie natyrore që syri mund të sodisë. Yjet e ekselencës himariote u ngjitën në skenë kur shpërndan më shumë se 120 çmime, ndërsa nxënësit e shkollave ishin kategoria më e madhe e ekselentëve. Me rezultate të shkëlqyera në mësime, shkollarët u vlerësuan me titullin e më të mirit. Kultura një tjetër fashë e vlerësimeve teksa vend të veçantë nderi në Himara Excellence Awards, zuri dhe grupi polifonik i Pilurit. Beke Ban Pilur. Merë çmimin Golden Artist Excellent Award për Ikseli Mërkuri. Pashtu u vlerësua si më i miri dhe grupi polifonik i Himarës. Sporti një tjetër fashë e vlerësuar dhe bashkia kishte përzgjedhur ekipin e vajzave të volejbollit të gjimnazit, të cilat kanë dalë fituese në të gjitha kompeticionet sportive të luajtura me ekipet e shkollave të vendit. Ndërkohë të pranishëm në aktivitet, kreu i qarkut të Vlorës Moçka dhe deputetet Ismaili dhe Çakëri shpërndan titujt për fituesit. Bashkia e Himar ka vlerësuar dhe këngëtaren e mirënjohur Besa Kokdhima, e cila një herët ka performuar duke përcjell emocione në skenën e Himara Excellence Awards. Aktiviteti nderues për më të mirët e vitit 2025 në Bashkinë e Himarës ka çelur kështu javën e aktiviteteve festive në qytetin bregdetare.